Përshëndetje për gjithë ju shikues të Tribuna Channel. Po takohemi sërish në emisionin Mes Nesh, si çdo të shtunë në të njëjtin termin me mua Teuta Krasniqin. Faleminderit, natyrisht së pari dua të falenderoj edhe sponsorin general të emisionit Mes Nesh, e që është Vala. Faleminderit shumë për përkrahjen tuaj, si dhe një falenderim tjetër i posaçëm shkon për këta student shumë pozitiv me një energji të jashtëzakonshme që na kanë ardhur sot në studio e që janë studentët nga kolegji UBT. Faleminderit shumë që keni ardhur. Ne shpresoj se do të kalojmë mirë. E që ta kuptojmë se kush është musafiri i sonetëm në këtë emision, e ndjekim storien e përgatitur për të. Naim Bunjaku Xuxi lindi më 29 prill të vitit 1968. Hapat e parë në muzikë Xuxi i bëri qysh në fëmijëri duke qenë vokalist i disa bendeve muzikore. Në vitin 1997, Xuxi u thej në Gjermani dhe pas një periudhe në Itali, ku edhe atje vazhdoi të merret me pasionin e tij të madh muzikën. Ishte antar i një bendi muzikor gjerman dhe pastaj një bendi italian, duke vazhduar kështu që ta pasuroi me përvojë talentin e tij vokalistik. Në vitin 2009, Xuxi u shprëngul në Londër duke qëndruar atje deri në vitin 2013. Pas kthimit të tij në Kosovë, Xuxi vazhdoi të merret intensivisht me muzikë. E jam më merr titullohet albumi i parë i Xuxit që rezultoi shumë i pëlqyer dhe i suksesshëm. Xuxi ishte pjesëmarrës edhe në disa nga festivalet më të njohura shqiptare, nga ku fitoi edhe shumë çmime. Që më shumë se një dekadë, Xuxi punon në radio ku është një koqir i emisionit shumë të njohur të pëlqyer Metropol, së bashku me kolegun e tij Berat Miftarin. Xuxi dhe Berat janë autor të këtij emisioni, i cili konsiderohet si top brendi RTK Radio. Xuxi është një nga ata artistë që i qëndroi besnik zhanrit të tij muzikor duke mos bërë kompromiset të papëlqyeshme për të, vetëm sa për famë. Vokali i tij karakteristike bën atë këngëtar shumë të dalluar dhe të pëlqyer. Xuxi është i martuar dhe është baba i Bardhit dhe i Sumejes. Komunikativ, i drejt për drejt, artist i vërtet. Ky është Xuxi. Xuxi, mas pari mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Zona që po të shoh edhe privatisht mas një kohë shumë gjatë. Gjithashtu. Po Prishtina si në metropol botnor, diçka nuk po shiha më shpesh, që jemi pa me njerëz, nuk po din mi gjetë më njerëz në venet e njëjta ku i gjetë. Shumë sakt ideja dhe përmend Metropolin si projekt kur e kemi fillu Metropolin radio, kemi dashur me qenë cinik në një farë kuptimi sepse Prishtina është askund afër një metropoli, po që ndoshta nëpërmes cinizmit do të arrijmë një ditë që me të vërtet Prishtina të jetë një metropol, po që në këtë rast kur nuk shihemi shpesh, jemi miq, kohë të ngushtë, ka kohë, edhe familjarisht, atëherë po i bën që është bërë një metropol. Çka e të bokut e fundit? Pse nuk po të shohim shumë shpesh sa jemi mësu me të pa para disa viteve, këtë ditë me qenë shumë aktive, edhe me muzikë, edhe me emisione. Unë e di që vazhdojnë me qenë në metropol, në radio, edhe vazhdojnë me disa aktivitetet tua, po e ki pas një fazë që ke qenë super aktiv, Xuxi, gjithë ka u konë. Edhe kohët e fundit po e ndim pak mungesën tonë, të projekteve tua. Më kanë marrë mësysh. Hajde. Po, jo, ideja është që unë ku mungu një kohë, ku mungu, po mendoj fizikisht, për vendit tim në Kosovë, kom qenë me familje për një kohë në Angli, familja në Londër, respektivisht familja ime, gruaja, Bardhi dhe Sumeja, me fëmijët kanë jetu në Londër 3 vite pa mu, unë kom shku, jam marrë, për 3 vite, mandej 2 vite, jam doshtë të shkoj edhe vetë që ndroj atje, edhe mandej ajo mungesa 2 vjeçare, kur si që the, gjatë gjithë kohës prezent, aktiv gjithandej, mandej për njëherë një pauzë 2 vjeçare është kohë që të hup një farë mënyre, dhe unë ka tash 2 vite që jam kthy, dhe momentin që jam kthy prap aty të bebja jam, të metropoli, jo veç e jamja, se unë e Berati jemi një farë mënyre si qift, ku flasim për metropolin, po që për momentin jam me metropol, shumë aktiv, metropoli ka bo 12 vjetë, dhe vazhdon me qenë indëgjuar, bukur indëgjuar, dhe ju falenderoj shumë audiencës, se zakonisht them që
audienca është ajo që të mban gjallë. Dhe një mend kemi një audiencë cila momentin që fillon për herë të parë me na ndëgjua, atëherë është problem mu largu prej nesh, nëse veç e ka mundësi në atë kohë që të ndëgjoj radio. Jeni se ato serialet, ato 100 vitrinat që zgasin ka 2-13 vjetë, 2 milion epizoda, apo ki hini herën të mos punësh me dalë. Ose tjerat momentarisht janë turke, e që besa këtu turke, kinematografia në përgjithësi turke ka përparu shumë, po që janë me epizoda ose janë seria të gjata. Po që ideja është, unë jam në pregaditit, ta them kështu, të një projekti televiziv, që shpresoj që prej vjeshtës, respektivisht muajin shtator, kur edhe fillojnë shkollat, të filloj me projektin. Është një projekt... Po, besoj që është një projekt, koncepti i cilit është jo ma i miri, jo ma i veçanti, po është një koncept që për momentin nuk kemi në... Nuk ka diçka për herë të parë në Kosovë, që shkreti kemi na për herë të parë, risi... Po, në kuptimin për herë të parë jo se jo, sepse është music and talk show, që do të thotë do të ketë muzikë dhe do të ketë bised, talk show. Për mos me folë shumë, do shta për këtë projekt deri sa të vjen koha, ideja është emisioni do të jetë javor, një herë një javë, 1 orësh, dhe besoj që do të ketë jetë gjallë, sepse zakonisht një jetë, çfarë do që kam bërë, edhe në lidhje kështu me femër, me gru, me si do qoftë, gjithmonë ku mendu long run, gjithmonë ku mendu në staza ma të gjata. Edhe emisioni, Metropoli, kur e kemi fillu, kemi mendu që do të bëjmë një kohë të gjatë, dhe ashtu në ka dalë. Dhe shpresoj që edhe ky projekt të ketë jetën e gjatë, dhe do të parakalojnë shumë këngëtarë të cilët janë absolutisht super të famshëm tek shqiptarët, po edhe jashtë. Unë s'po më isha marrë në atë emision se s'di me kënu. Absolutisht, po ti, po, mund është marrë si asistente imja, Muj me Insta. Rënës. E bojmë na i duetu në që aty t'u ta dhe kompjuteri, kur gjë e re, plot që ashtu po bojnë. Po t'lutëm. Po që do të ketë mundësi këngëtarë të cilët i shohim, e që fatkeqësisht kur janë të pranishëm në koncerte, ti quaj koncerte, sepse koncert është mramje, ma shumë se koncert është fjallë shumë e madhe. Lutëm, po që në mramje të ndryshme nuk mujnë me ardhen shpreje për ta tregu me të vërtet atë kapacitetin e tyre, vlerat e tyre, kështu që do të kenë mundësi në emisionin ose në këtë projekt që do të vjen shpresoj në shtator që po t'i tregojnë vlerat e tyre vokalistike dhe natyrisht... Pas kanë me tu hargju shumë shpejt musafirët, po më nuk besoj sepse ne kemi... Për një 3-4 muaj nuk e di kon kime këngëtar edhe 6 milion gazetar. Kështu që ka mjaft, këngëtar duke pas parasysh që emisioni është një herë në javë, nuk është i përditshëm, nuk janë 3-4 musafirë që do të jenë të pranishëm. Mendoj që mundet me pas mu zhvillu për disa vite si emision. Mirë shumë. Ma vonë kemi me dojnë pak edhe të muzika, me folë pak ma shumë edhe për këngët edhe projektit e shumë ta që i ki pas edhe planet që janë, po para se me dojnë anej për shkak se në qëtë akuarium janë rreth 3-14 tema të ndryshme, që kemi i tërhek edhe nuk po du mi jemi shpenzu krejt bisedat. Lutëm, pas ka marrë malli me folë edhe me të marrë në pytje kushtimisht. Shumë në regull. Që me aushu kureshtjen edhe shikuzve që nuk të kam pa mojt edhe ka nevoj me ditë për projektet tua. Po shkoj me tërheqjen e temës parë, edhe varsisht sa të pëlqen ajo temë, kemi vendosë sa do në me folë 2 minuta apo 4 minuta. Gja që asaj pjesë o në rritë këshyrit nga i seri. Na ja. Muzika. Bravo, shumë mirë. Që ty ku dashta medalja, përshkëve e kom intuitën shumë të zhvillume. 2 minuta, 4 minuta, 7 dit. Klutna, unë kom qef me folë, tash s'po dija 2 minuta, 4 minuta, po që... Po e provoj me 2 minuta edhe mande muj me vazhdu në ndoshta dhe diskutimin. Po të lutëm. Muzika është një ndjesi e thellë shpirtërore të cilën e shpreh këngëtari ose muzicienti në këtë rast, jo pa tjetër këngëtar,
po do të ndalim të këngëtari pasi që edhe vetë jam këngëtar edhe kur flitet për muzikën atëherë e shoh këngëtarin rend të parë. Si është muzika e zhvilluar tek ne, sa ka hapësirë për të marrë me muzikë, sa është profitabile muzika tek ne, është një pikpyetje e madhe, duke pas parasysh që fatkeqësisht jo vetëm kjo, shumë gjëra nuk kanë jetë si duhet në vendin tonë, në Kosovën tonë, po edhe në rajon, po që të drejtat e autorit që lidhen me muzikë janë absolutisht nuk i një askush, dhe me të vërtetë më vjen keq që autorët e këngëve nuk shohin asnjë fryt nga gjithë ajo punë që e bëjnë, e që janë me dhjetra kompozitor, tekst shkrues, të cilët një ditë, nëse veç edhe do t'ju njihet të drejtë autoriale, atëherë do të kenë mundësi që të përfitojnë. Pastaj, në këtë rast, kur vjen i drejta autorit në shprehje, atëherë besoj që radiot dhe televizionit do të varfërohen në një farë mënyrë, sepse do të mendohet mirë me çfarë këngësh, me cilën muzikë do të vi radio ose televizionin, duke pas parasysh që duhet të paguaj sa herë që do të emitohet ajo këngë, dhe në këtë aspekt është një e mirë, sepse shpresoj dhe besoj që në atë mënyrë atëherë edhe do të ketë një përzgjedhje më të mirë të muzikës, në kuptimin që vlera do t'ja zë vendin antivlerës dhe kualiteti do t'ja zë vendin kuantitetit. Po më pëlqen që e ndërlidhe me këtë pjesën e drejtës autoriale, për shkak se e di para disa vjetë është marrë një iniciativë që mu mbrojti drejta autoriale. Nga Floren Boshnjaku, e që vazhdon me e di bo që një kanë punë. pas disa takime, disa nënshkrime, besa ka pas qenë një iniciativë shumë e mirë që u përkushtun shumë artistë, për nuk e di sa ka mri me funksionu. A është të funksionu, apo... E drejta autorit nuk funksionon, çka është duke funksionu është vullneti i madh që e përmendëm. Zotëri Boshnjakut, Florent E Boshnjakut. di që Florenti ka punu me shumë përkushtim në atë drejtim, ka kriju një ekip. Absolutisht. Është një djalë i shkolluar, një djalë që ka pa botën, një djalë që ka jetuar për një kohë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe atje është marrë me muzikë, din për drejtat autoriale, lexon, e din ligjin për drejtat autoriale, sepse ditë sodi teknologjia ka përparu, hyn Google dhe e shet drejtat e autorit sipas ligjet si janë në vendet. Sa të mbrojnë, edhe mire the ato sërë që emetohet një këngë, gjithë qysh artisti paguhet, nuk i shkojnë në konto edhe ajo... Absolutisht, po, ajo mandej një mënyrë tjetër se si do të bëhet pagesë, ose si do të rrjedhin ato mjete në llogaritë e tyre, po që e mira është që, siç e thash, pastaj do të ketë një përzgjedhje më të mirë të muzikës. Që tu dashta me dojtë, se e përmendës shumë mirë. Sa kishin me qenë edhe radiot edhe televizionet shumë ma selektive, se në moment kur duhesh me pagu për një transmitimin e një videospoti apo emetimin e një këngë në radio, menon pak ma shumë edhe si menagjeri ati mediumi, për çka po pagun? Absolutisht. Sa kishin përparu në qëtë aspekt? Nuk është e drejtë, sepse për momentin, shembull, tek ne në vendin tonë, i është dhënë hapësirë këngëtarëve të zhanreve të ndryshme. Ne jemi vetëm 2 milion banor, po e marrim edhe Shqipërinë si treg, pastaj edhe shqiptarët të Maqedonisë, në Malzi, në rajon. Jemi dikon 6-7 milion shqiptarë, po që është treg i vogël për gjithë këta këngëtarë ose të gjitha këto zhanre të muzikës. Pastaj, secila radio, secili medium televiziv, e ka politikën e vetë që e ndjek dhe i ndjek masën me atë çfarë ju lëshon, atë çfarë do të ndëgjojnë dhe ta shohin. Kështu që këtë rast po them që nuk është e drejtë që njerëz të cilët bëjnë as hajgare, nuk është ajo me muzikë, pa të keqen askujt, po kemi tash sfundi këngëtare me çiftelia që as nuk e ka të akordu me çiftelin, as nuk din të këndoj,
as nuk din mirasoj të shkrete, qifteli që janë 2 tela, që është fantastik si instrument, edhe personin fjalë, që s'po du me përmen me emna, sepse audienca besoj e din për kone kom fjallën, përveç që ka arrit të depërtoj në televizionit tona me ato gjirime që i ka postu në YouTube, e njëjta ka fillu të thirët në emisione si musafir. Njëjtë si kurse unë jam iftum sot e ti dhe isha çudit nëse njësër e shoh personin e njëjtë ullon këtu dhe të flitet me... jam i bindur që nuk ndodhë të ti, sepse ti e shumë profesionale në çdo punë që e ke bërë, pa dash me të komplimentu, sepse komplimentet janë gjitha për ty, po që me të vërtetë në këtë mënyrë, pra po thëmë, e drejta autoriale do t'i vedisoj në një mënyrë edhe mediumet tona të cilat kanë një fajt të madhë për shkak të famës që marrin njerëz të cilat nuk e meritojnë as në lagjën e tyre, lese më në një mënyrë shiar gjithmonë që është e pa diskutueshme, edhe na nuk mujmë i fajsu edhe ata njerëz që ju pëlqen ndoshta ai lloj muzikës, zhandri danga-dang ose çang-çang, edhen se ato janë zhandre të vetë shpikuna. Kështu që na nuk mujmë i fajsu kërkon për shijen e tyre. Mirë, po seleksionimi është më se i nevojshëm, dhe po besoj që në moment që kish me hy në fuqi të plot kjo puna e të drejtës autoriale, që diçka shumë e rëndësishme, me të vërtet kish me fillu me ndodh kjo faza seleksionuese që kish me qenë shumë mirë me ndodh. Edhe Kosova si shtet, sepse dëgjo, është të them shumë nëse një i huaj vjen edhe kyçet në televizion, do në me shiqu diçka që ka, dhe nëse nuk e merr vesh, do njerë nuk e kupton gjuhën, prap gestikulatura, mimika, gjitha ato... Gjuha trupit flet shumë a shumë ka njëherë se sa gjuha me cilën komunikojmë. Po nëse shen një person të tillë, për që po flasone, atëherë nuk do t'jenë ndjenje mirë, jam shumë i bindur për atë person cili shikon. Jo, do t'jetë kuriozitet. Mund të jetë kuriozitet, absolutisht, po, sepse nuk i ndodh në vendin e tij të sheh gjërat të tilla. Vërtet. Xuxhe, vazhdojmë me tërheqjen e dytës, edhe pse diskutojmë muzikën, po e diskutojmë në një aspekt shumë profesional edhe jo personal, mandej du me dalë pak më shumë edhe në aspektin personal, por pa dashur me shpenzu tema të cilat i kam paramendu. Fëmijëria. Fëmijëria është një prej temave të mia favorite kur ju bjen musafirve, për shkak se gjithmonë na mundson me pa personazhin e ftuar, musafirin e ftuar në një aspekt tjetër cilin nuk e kemi pa deri tash. 2 minuta? Lutem. Po. Fëmijëria ime, unë jam 48 vjeçar. Jam i lindur me 29 prill të vitit 1968 në Prishtinë, respektivisht në ÇKUK-n e sotme. Jam fëmiu i dytë, kam motrën më të madhe se unë, cila është 1961 e lindun, prindërit, që sot babaj nuk e kam, po që djesi pas shpirti, po që kam nanën gjallë, po fëmijëria ime ka qenë shumë në rregull, në kuptimin që kemi qenë pakic si familje. Babaj im ka punu në Kuvendin Komunal të Prishtinës për 43 vite. Nana ime nuk ka punu, na ka rrit neve fëmijët, ka qenë shumë angazhuar me ne. Unë kam qenë një fëmijë i cili pa dashje kom rënë sy. Nuk është që gjithmonë e kom kërkuat pikën që njerëzit të biju në sy edhe t'jemun kryesori ose të shihem, po që fytyra ime, karakteri im ka bërë gjithmonë që të veçohem në një farë mënyre, pa dash me folë për vetën superlativ, natyrisht. Shkollimi im ka qenë, kom ndru disa shkolla, në shkolla fillore po flas, për të përfunduar pastaj gjimnazin Qevdet Doda 2 vitet e para, sepse kështu ka qenë atë kohë sistemi arsimit tek ne në vendin tonë, dhe pastaj për të vazhduar vitin e 3 dhe të 4 në drejtimin kulturologjik që ka të bëjë me gazetarin, gazetar bashkëpunëtor, vitin e 3 dhe të 4.
Në fëmijëri, çka më ka mungu, ka qenë tollovia në shtëpi, kallallaku, sepse gjithmonë kom qenë lakmiqar, kur kom shku te agja për shembull, 6 fëmijë, secili ka bo diçka, kur janë bashku ka pas vullnet për të bërë gjithçka, me një fjalë tjetër, duke pas parasysh që edhe motra ime 7 vite para me, kemi qenë jo të paraspeshuar, s'kemi pas mundësi të jemi aq të afërt sikurse janë vëlla e motër kur janë 2 vjet, 3 vjet ndërmjet. Po që si fëmijëri, kom pas fëmijërinë shumë të lumtur, fatmirësisht nuk më ka mungu asgjë, po që gjithmonë kum bashkëndje për ata të cilët nuk kanë pas mundësi ta kenë fëmijërinë ashtu siç kanë deshtë, ndoshta ata flasë për kushte materiale, po dhe për të tjera. Po që në përgjithësi, muj me thonë që në fëmijëri kom qenë një fëmijë cili gjithmonë ka dash diçka më shumë, edhe gjithmonë kom qenë aktiv. Çfarë do që ka ndodhë, qoftë lojë, qoftë diçka më serioze, kom pas dëshirë me qenë i pranishëm aty, edhe si fëmijë kom fillu të mirëm edhe me muzikë, me 13 vjetë, kur i kom bo 13 vjetë, dhe njeriu i cili ka fut në botën e muzikës, ta quaj kështu, është gitaristi i grupit Asgjë sikur dielli, Bujar Hundozi, të cilën natyrisht e kom shumë për zemër, po që bashkë me Adnan Dragaj, këngëtarin e Humusav, kemi qenë, sepse ajo është një vit më i ri se unë, kemi qenë një farë grupi shokëve që kemi fillu të mirë me muzikë, edhe prej aty pastaj thuja se fëmijëria ime ka përfundu momentin që kom fillu me dalë në skene që ka ndodhë me 14 vjetë e gjys. Kështu që mandej ajo koha e pubertetit e adoleshencës për një me më ka kalu aq shpejt, sa që nuk e kom hetu pubertetin. Dhe gjithmonë e kom një pyetje në veti, si është puberteti? Çka është puberteti? Veç kur e ke pa vetën, u rrita. Exactly. Pa kjo që e përmende... me kalu klimaksin, se ti atë të thonë që është ngjashme. Pa kjo që e përmende që zakonisht familjet me ma pak antarë gjithmonë fëmijët i kanë lakmu kallabllakut, po gjithmonë kanë ndodhur edhe e kundërta, ata që kanë pas shumë fëmijë kanë ndërru me pas një dhomë vetë ose me pas qetësi. Gjithmonë njeriu ti mungon ndoshta ajo që se ka ose është e tjetrën. Sa mendon që Bardhi ose Sumeja janë të kanë ngjana e njëri në këtë individualitetin tënë, se e përmene që edhe pse s'ki dasht me pas ndoshta vëmendjen e gjithve, kemri me pas, të njerëz vetë janë të lindun për me marrë vëmendjen. Po, shumë e vërtet. Sot, fëmijët nuk mund t'i krahasojmë me fëmijërinë që ne kemi pas, sepse ka ndryshu shumë gjona. Flasim 35 vite më parë dhe flasim sot. Do me thanë, para 35 vite ose para 30 vitesh, kur kemi folë, kemi dashtë më bojë interesant shoqni, kemi hapë tema për debatu, tema cilat për atë ku kanë qenë tabu, ndoshta, edhe kur kemi thonë, ka me ardhë koha që, po se kemi paramenu telefonin pa kablo, si sot që i kemi celularet, po që ka me ardhë koha që në telefon kina me pas mundësi me pa personin tjetër. Shumë e vërtet, pa majnë e... Një utopi, diçka utopike ka qenë, e që me të vërtet është realizua dhe sot teknologjia e dim shumë mirë se ku ka arritë dhe si është zhvillu, po që çka unë gëzohem është se fëmijët e mi janë duke u rritë njëjtë sikuron sa i përket shoqërimit në lagje, janë si Sumeja, si Bardhi, ne jetojmë në Pej, ka që një kohë, ka që 6 muaj, dhe jemi shumë të kënaqur atje. Fëmijët e mi janë në shkollë në Pej, Bardhi do të përfundoj këtë vit maturën, gjimnazin Bedri Pejani në Pej, Sumeja do të përfundoj klasën e 4, po që më përngjonën shumë në kohën tem, kur kom qenë fëmijë,
që dalin edhe lujnë mahalla, me fëmijë, socializum. Një ditë këm lujt lastik që tash. I pash dhe qika, sinqeresht, i pash dhe qika që luqin a i kemi thonë matematika, sa sa loje. I thëshin t'i qysh ndryshe. Edhe thasha, muj me lujt një loj me juve, pash zotin edhe shpetën të mqyr, edhe qika janë me të mqyr. Edhe majshan me lojen prej 1 deri në 10 që shukon, ma ndej, që shumë u knaqa, po realisht, përveç që u knaqa vet, u gëzova që i pash 2 qika, dvogla që tri në fakt që lujshin halo lastik. Se s'kisha pa me vite. Absolutisht. Me kime 5 gishta, ma ndej me 4, me 3, me 2, po ajo u konë po Gjegje Gjakova, po ato, ajo tjetër, matematika s'u konë pak ma e fështirë, se u dash me këti. Ma shqitë se i kanë thonë kështu, edhe kështu ka qenë ma e letë. Deri me një gesht, për me para në mahal, ju më konë në zotë. Po, t'lutna, një nuk disoj, në to, po që them që këto lujt që ne i kemi lujt si fmi, ose unë i kom lujt si fmi fshehtas, që në peji thojnë aqukash, kullat, me zjarësh. Lujt të ndryshme që edhe ne kemi lujt qëndrimi gjatë verës, shembull, kur janë edhe pushimet për fëmi, për nxënësa, deri në 10, 11 mramje, po i ki gjithmonë aty afër, del një fishklim ose një piskan pak më e madhe bardhi, sumeja. Po më habit që po thu që halo po vazhdoj ka dika. Absolutisht, po. Ky trend, për shkak se na jemi rritë ashtu, edhe në fakt mendoj që jem gjenerata e fundit që ndoshta i kum përjetu krejt këto lojna derisa ka fillu ky ndryshimi i madh. Po mu vjen keq shumë prej fëmijëve tash që nuk kanë mri, as nuk mrin me përjetu që ata qysh ka qenë i kryen detyrat shpejt dhe dalun para mahallet, edhe jemi kalit, jemi rëzu, jemi vraj, jemi re, krejt, po jemi kalit në një farë mënyrë. Sot është çka e gatshme. Nuk jemi ftofat shpejt, sepse kështu edhe kalitën fëmijët, po që gëzimi jam i madh ka qenë kur jemi kthy prej Londrës, sepse me të vërtet, shembull po e marr kohën sa kemi qëndruar në Londër, po flas për bardhin, sepse ka shku në vitin 2009, ka qenë 10 vjeç, dhe kur është kthy 14 vjeç. Për 4 vite, ai asnjëherë nuk ka dalë për të luajtur me shok ose me shoqe, sepse sistemi i tillë edhe shkollor në ora 8 në mësim deri në ora 4, pastaj transporti, normal, ta pamundësan është krejt një tjetër bioritëm. Mësimi, edhe mandej filloj me fitu edhe në pesh, sepse kur ti nuk del edhe nuk ki obligime tjera ose lojt që i duhen nuk ki veprime fizike. Në fakt, njëna për temave është edhe Londra. Mos ta harxoj si temë. Po, nëse e gjejmë. Vazhdoje, nështë na del. Tërheqe tjetrën. Fakt po, fëmijët sot nuk kanë aktivitet fizik, ndoshta sa është i nevojshëm edhe për ata arsye obeziteti është po. Po, aktivitet gishtrinjësh, po, është e vërtet. Gishtat veç po shkojnë të natë hollu. Po. A krej po shkojnë të trash. Si ajo fotografia është shumë e mirë, që përpara u konë televizori i trash, njerës që ngonë të hollë. Tash televizori është sa maj hollë, njerës pinzën fotelja. Absolutely, na kështu. Ka po thot? Jeta e natës. Jeta e natës. Okej, edhe kjo është një prej pyetjeve për shkak, jo rastisht e kom vendos këtë temë, për shkak se Niko ke qenë edhe kogja aktiv i kyçur në jetën e natës, si pronari disa lokaleve, edhe ka qenë atmosferë shumë e mirë në fakt. Absolutisht. 2, 4? 4, 2, qysh dush. 4, no problem, ka sa dush për të folë. Okej, jeta e natës në Prishtinë. Amortizerat e do. Po, jeta e natës vazhdon të jetë shumë e bujshme në kryeqytetin tonë, në Prishtinë, edhe në qytetet tjera. Çka më bën përshtypje të mirë është që nëse para 10 vitesh kur unë kom qenë shumë aktiv, Prishtina ka qenë ndoshta i vetmi vend që pranverë, vjesht, dimër ka qenë jeta e natës shumë aktive, qytetet tjera nuk kanë ndodhur kështu, po që sot kemi Ferizajnë, për shembull, që kanë jetë natës fantastike, që nuk do të thotë që zgjat sikur se në Prishtinë deri në ora 2-3 pas mesnate, po që kanë jetë të natës deri në ora 12. Po unë nuk jam i tash për tash i pranishëm në jetën e natës në kuptimin që jam familjar, andej kam një punë të përditshme në mëngjes, unë në ora 7 të mëngjesit zakonisht jam në punë me Beratin, para pregaditemi 2 orë deri në ora 9,
për të qenë pastaj me audiencën për 2 orë live, sepse ka të tillë që kanë emisione në ora 10 dhe dalin të puna në ora 10 minuta në 10. Për 10 minuta dojnë mi bo gjitha edhe me një emision që është pak, fatkeqësisht. Po që në jetën e natës, nëse flasim për të kaluarën, nëse deri në vitin 2010-2011, unë kom qenë shumë aktiv bashkë me shok tjerë të cilët imi mundu që cilim diçka të mirë për qytetarët e Prishtinës dhe jo vetëm po dhe për ata të cilët kanë vizitu Prishtinën, po që gjithmonë kom thanë dhe them që Prishtina e ka jetën e natës shumë atë mirë se Shkupi, shumë atë mirë se Tirana, flasë për vende ku frekuentojnë shqiptarët në Maqedoni, në Shkop, jo atje ku frekuentojnë Maqedonasi, sepse nuk e di, po që Tiranën e marrim si shembull, atje është e premtja, eventualisht e shtundja, vikendi është aktiv, si jetë e natës, derisa Prishtina, prit hanës, deri të hanën, gjithmonë ke diçka, ka dikun një muzik live, dikun do diçka, ka një shfaqje, nuk kemi shumë teatro për një kryeqytet, një vendi, po që janë 2, 3, 4 teatro kombëtar dhe private që sjellin pak a shumë disa shfaqje dhe jeta e natës është absolutisht shumë e mirë në vendin tonë, në Prishtinë, çka mu nuk më mungon jeta e natës në kuptimin është sepse jam një djalë që nuk përdori alkohol, edhe kur del natën, edhe donë me qëndru pak ma gjatë, atëherë me langje, e pin 1, e pin 2, e pin 3 langje, po nuk mund është ma shumë, sepse kopë. Qysh je të pi uj, thu, po shkoj me diçka ma të fort me marrë një dredhës. Exactly, po që është të ndregu se gjithë ama nuk trihet, ma gjatë. Këtë tjetër trip, edhe ti natyrisht që vynë pak shtytje që alkoholi pak a shumë e ndryshon atmosferën tek njeriu, po nuk jo më aktiv as me lokalet e natës, do me thonë, kom përfundu në vitin 2012, çdo të thotë që prapë nuk do të kthehem, po që për momentin nuk kom ideja tilla, sepse jam i koncentruar që e ardhmja ime të jetë në televizion me projekte ma rahat kryt zot. Absolutisht. Se është kogja stresuese kjo puna e lokaleve të natës. Vinë me të vërtet për kushtim shumë i madh. Menaxhem. Po, jo me gjithë kënd, sepse edhe ne jemi gjithë kushi për tjetër kënd, po që si që përmenda, në jetën e natës alkoholi mundet me sjell ndonjë telashe, ndonjë problem. Potencialisht gjithmonë mundet me pas probleme ma shumë në një lokal të që mos me ndodh diçka e keqe, mos me ndalë zoni keq. Si musafer, rënë të rrihet, shkon të shtëpia, ditën e mirë. Po që nëse krahasojmë me para lufte dhe në vitet e para të pas luftës, ku në për lokale ka pas kogja probleme mes njerëzish. Një gjë e tillë nuk është duke ndodhur viteve të fundit, që është për të përshëndet. Para lufte kemi pas edhe tjera probleme, kështu që nuk e ki ditë kur kanë me të policia edhe kur kanë me të bo lëm, a veç për ki dalë me pini kafe. Kështu që normal ka qenë krejt diçka tjetër. Para lufte mu s'm ka ra me dalë në lokale natës, veç i mojnë men hala do tituj në Korrez që ndalë, në kondo lokale mes nata, shpella, do i mojnë men hala. Një diskoteku konë, Casablanca. Casablanca është, by the way... Ka herë menoj që i kom 100 vjetë edhe onë, nështë veç se kum kalu në për qëto ndryshime. Nuk dukesh, po që e përmende Casablanca, veç kësha pas dëshirë ndërlidhem, vitin 1997, unë jam këthy për i Gjermanisë, sepse ajo pyetja ose ajo tema e fëmijërisë, unë vitin kur kom përfundu shkollën e mesme të gazetarisë, atëherë kom provu 2 vite në Zagreb që të studioj gazetarinë. Do me thonë në atë profesione, kom dash gazetarinë. Vitin e parë kom shku, kom qëndru 3 muaj, edhe vetëm kom hargju pare dhe jetën e natës e kom ndjek. Pastaj, vitin tjetër, prap e kom bind babën tim të ndjerë që këtë herë do të shkoj edhe do t'ja dalë.
do të mësoj dhe do të Ti për qëta studentat e Kalsarica po mësoni, a veç po dilni? Qa puna? Ta dim, se që po kalzon njeri drejt ma sa vjetë. Këtë tjetër mua vetë është, kur pranosh, je student, po ideja ka qenë që unë kum luftu për të pranu si student në Universitetin e Zagrebit, në drejtimin e gazetarisë. Pastaj vitin e dytë, kur isha atje, me të vërtet jom pregadit. Dhe gjithmonë e kam një bindje që vetëm për arsye që kom qenë shqiptar, edhe i vetmi në atë vit që kom konkuru, nuk jom pranu, sepse kom qenë i bindun që pregaditja ime ka qenë në rregull, maksimalisht jom pregadit, dhe pasaj kur jom kthy për herë dytë, atër baba ma ka bu se lanë bara që ranë prapë me shku me provu se po t'ikin vitet. Dhe ma ndikum me regjistru fakultetin juridik për të përfundu vitin e parë, me sukses shumë të mirë, duke zërë edhe kushtin për vitin e dytë, sepse 7 provime kemi pas, me 5 provime 2 ke mujtë ma ndje milion vitin e dytë, mi ndjek ligjeratat e vitit dytë, dhe ma ndi ndodhi që ka ndodhi me sistemin arsimor tek ne, Gjua Shqipe ka qenë penges për regjimin sërb në atë kohë. S'ka lonë thjesht më zhvillu, s'ka lonë më zhvillu njerin. Nuk kom qenë interesu me shku në për shtëpi, e di. Ka qenë kriti tër proces, sa që sot me të vërtet edhe këtyre studentave kur t'i ndëgjojnë këto rrëfimet e të kalumës ju do këtë që me të vërtet jemi të folë për Nikos Babazemonit para 200 vjetë e jo para 20. Shkoj me tërheqjen e temës tjetër, është e pesta. Vishmos t'i është ferë se përmende ti Casablancën, dhe që 97-ën kur jom kthy prej Gjermanisë, mas 10 dite për herë parë që kom performu, Kosovë ka qenë Casablanca. Sepse ka qenë vendi vetëm në Prishtinë, po besoj edhe në Kosovë, që ke pas mundësi me dalë, me qëndru deri në ora 1 apo 2 pas mesnatë.